Mbi 14 vjet bashkëpunimi fantastik. Kjo një. 2. Mysafirët i kam të gjithë si të shtëpis, kështu që e di që do të vinë, si pat buke lëng me hangër, si pat ushqime të Hotel Emeraldit, ata do të vinë. E pasi e përmenda Hotel Emeraldin dhe po i përmendi kështu edhe stacionet e benzinës të Hibit ku i hani ato sendviçat e mirë. Une sot kam ftuar miq të nderuar një mik timin të vjetër, nuk është i vjetër, është më i ri se une, një mik të kahmotshëm timin, Enver Shabanin, shef Enver Shabanin. Mirë se erdhe Enver. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Si po nihesh? Si shpitame. Si shpitame, të ho zemrën. Për ndryshe me Enverin jemi rrit bashkë, të themi kështu, dhe me Hotel Emeraldin jemi rrit bashkë për shkak se kemi bashkëpunuar shumë vite, thash mbi 14 vjet bashkëpunimi. Ti ke pasur me Klausin? Në vitin 2011, hera parë që kam qenë, me Klaus Bushin. Edhe pastaj kemi vazhdu. Çdo vit. E kemi pas edhe në juri të emisionit, ku janë përzgjedh kuzhinierët më të mira. Mirë po, para se të vazhdojmë bashkëbisedimin me Enverin, me mikun tim dhe mikun tuaj, ju tashmë e njihni sidomos ju që e përcjellni rregullisht emisionin ton, unë do të doja që ta ndjekim dokumentarin të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni për Enver Shabanin. Enver Shabani lindi më 20 mars 1977 në fshatin Gaçk në komunën e Ferizajt. Fëmijërinë e kaloi mes rrugicave të fshatit dhe bankave të shkollës, ku për herë të parë nisi të ndronte për një të ardhme të ndritur. Arsimin fillor e përfundoi në vendlindje, ndërsa shkollimin e mesëm e vijoi në gjimnazin Kuvendi i Arbërit në Ferizaj në drejtimin matematiko-natyrar. Por, si shumë të rinj të kohës, edhe ai u përball me sfida të një periudhe të vështirë historike. Në moshën 16 vjeçare, detyrohet të ndërpres shkollimin për shkak të represionit të regjimit serbo-jugoslav. Me zemrën plot ëndra të thyera dhe sy drejt një horizonti të panjohur, ai emigron në Gjermani, ku jetoi dhe punoi për 7 vjet, nga viti 1993 deri në vitin 2000. Me përfundimin e luftës në Kosovë, rikthehet në vendlindje për të kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje të re. Përkushtimi dhe vullneti i palëkundur e shtyn të punojë me pasion në sektorin e hotelerisë, ku për më shumë se 2 dekada ka dhënë kontributin e tij. Përveç jetës profesionale, Enveri është edhe një familjar i përkushtuar. I martuar dhe baba i 5 vajzave, ai e gjen lumturi në dashurinë dhe mbështetjen e familjes, duke ndërtuar një të ardhme të sigurt për ta, ashtu siç kishte ndëruar dikur edhe vet. Sot, me një përvojë mbi 25 vjeçare si shef në Hotel Emerald, me punën këmbgulse dhe dashurinë për vendin e profesionin, është bërë shembull për të mirë dhe që sa herë të flitet për gastronomin, Enver Shabanin të gjithë ta kenë në maje të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. E ndoqëm dokumentarin miq të nderuar dhe tani po i kthehem shef Enver Shabanit. Shefit, gjithë jam mësu me thonë Enver, tash po duhet me thonë shef për shkak të emisionit. Mundesh më thonë vetë, shpërblet. Kështu që Enver, ne njihemi ka shumë vite, edhe i dim disa detaje për njëri tjetrin, për shkak se bashkëpunojmë shumë vite, por kur nuk jemi thelluar ma shumë për me fol për jetën, për punën, dhe a din çka, kom pasar në një përfundim që ne shefat i thrasim vetëm me gatu, edhe shumë pak i thrasim me na tregu për gëzimet e tyne, për hidhrimet, për brengat, për hallet, për jetën e tyne. Kështu që ne dokumentarin e pam, edhe pam ato dokumentarin në vetën e tretë. Shef Enver Shabani u shkollua kështu, por prej vetës parë, praktikisht ti personalisht, na thuj, kush është shef Enver Shabani? Pra unë jam Enver Shabani, jam i lindur me 20 mars 1977 në fshatin Gaçk, komunës Ferizajt. Jam fëmijë i tretë i familjes Shabani, por jemi 5 vëllezër dhe 1 motër. Vetë që jam mësuar me gatu qysh në kohën e hershme, flet fakti që kemi këmbë 5 djemë dhe 1 motër kemi pasur. Është dash dikush me 1 mund nanës me bodën sena për shkak. Pse bashti? Po nuk di, ndoshta Ke qenë ma i urti? Ndoshta ma i urti, ndoshta më ka shku për dorë, nuk e di.